Korça e serenatave. Sa herë dëgjojmë të flitet për këtë qytet, s'mund të mos na shkojë mendja te serenatat aq të bukura e të kënduara aq me pasion nga korçarët. Një traditë e vjetër e këtij zhanri muzikor që nuk e humb vlerën sado vite të kalojnë. Traditë kjo që është mbajtur gjallë që prej krijimit të grupeve serenatiste shumë vite më parë, e që vijon të ketë vlera të veçanta kulturore e artistike për identitetin e qytetit të Korçës. Familja që ne kemi zgjedhur të shkruajmë këtë herë është familja Suljoti, që çdo korçar e njeh sapo i dëgjon mbi emrin, por që normalisht e njeh dhe personazhet e saj që kanë lënë gjurmë në historinë e qytetit. Do ta fillojmë reportazhin ton duke folur për familjen Suljoti, për jetën e tyre, veprimtarinë artistike për të cilën gjithë Korça bëhet krenare. Alex Suljoti është nipi kësaj familje dhe me shumë dëshirë ka pranuar ftesën për të bërë pjesë e intervistës tonë, duke treguar kujtime të vëra për këtë familje. Ai e nis fjalën e tij duke treguar për Piero Suljotin, i cili është artist i merituar. Ka bërë operetën e parë shqiptare Agimi, rolin e tenorit, rolin e Sokolit. Më vonë ka kënduar për disa vite, afërsisht 40 vite si tenor në grupin Karakteristik Lira. Ka marrë pjesë në festivalet e Korçës, ka marrë pjesë në festivalet të ndryshme që janë zhvilluar në gjithë qytetet e Shqipërisë dhe ka bërë disa këngë të ndryshme karakteristike të cilat erdhën për herë të parë pas viteve 90, sepse ishin të ndaluar me disa klipe, kanë qenë disa klipe të ndryshme që janë bërë në atë periudhë. Duke vazhduar historinë me Gjergji Suljotin, i cili ka qenë tenor dhe solisti i parë i operës për disa vite. Ka qenë tenor solisti i parë i operas për disa vite, ka filluar që nga Akademia e Arteve, ka marrë pjesë në ansamblin e këngëve dhe valleve, po dhe gjyshi gjithashtu kanë marrë pjesë dhe kanë dalë dhe jashtë të shtetit, në Kinë, në Rumani, në Bullgari, në Greqi, në shumë republika në Turqi. Aleksi tregon edhe për tezën e tij Zhani Suljotin, e cila është vajza e mesme e familjes, këngëtare, mësuese muzike dhe nga gratë e para soliste të korit Lira. Ndër të tjera ajo ka shpëtuar së bashku me Spanja Pipën dhe vëllezrit Asellari serenata jashtëzakonisht ralla të qytetit, kur i regjistrua në mënyrë amatore në fillim të viteve 1990. Dhe është dhe tezi e fundit, e cila është këngëtare pothuajse amatore, dhe pse ajo ka mbaruar artet, dhe këndon serenata ose këngë dhe ajo karakteristike korçare. Një ndryshim shumë të veçantë. Zhani këndon shpesh ato sepse është rritur në një shtëpi dhe ka qenë fiks ai person nga që ka ndentur dhe në Korçë, kur gjeneratat e fundit që prodhonin serenata e mirën që të vogël atë. Por a ka patur vështirësi familja Suljoti në aktivitetin e tyre? Përgjigjen ai jep Aleksi. Të ndryshme kanë qenë vështirësitë që ka përballuar Daja në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit ose të Ansamblit Këngëve dhe Valleve Popullore. Të ndryshme kanë qenë vështirësitë që ka përballuar gjyshi me korin Karakteristik Lira ose në festivalet e Korçës, që pa diskutim Korça ka pasur edhe një trashëgimi shumë të madhe, festivalesh edhe aktivitete qytetare dhe kulturore, dhe të ndryshme kanë qenë karakteristikat edhe vështirësitë që ka rastisur Zhani, sepse ajo është e vetmja nga të tre e cila nuk i ka dalë skenës të madhe, le të themi, dhe është marrë më shumë me një pjesë më amatoreske të serenatave ose të këngëve. Ndër të tjera, familja Suljoti ruan një arkiv të gjerë të partiturave të këngëve, fletpalosjeve si dhe materialeve të ndryshme të gazetave të asaj kohe, duke dashur të krijojë një ekspozit familjare për ardashësit. Kemi një arkiv faktikisht shumë të pasur, që është e drejta. Disponojmë që nga parte dhe doshkrimet të para që janë dhënë për disa vepra shqiptare, siç janë për shembull partet e operetës Agimi me vetë firmën e Kristo Konos, ose fletpalosjet ose afishet e asaj kohe. Kemi të gjitha pothuajse partiturat e këngëve karakteristike korçare që ka kënduar gjyshi, kemi të gjitha pothuajse partiturat, fletpalosjet, afishet që ka bërë Teatri Operas Kombëtar në karrierën artistike të Gjergj Suljotit. Artëdashësit korçar do të kenë mundësi të shohin shumë shpejt këtë ekspozit, e cila do të përmbajë vlerat e tre personazheve që na asollin në këtë reportazh.